Rikthehemi me Altin Jokën, do të flasim për lakrën, të si shkenca së fundmi ka quajtur atë një ilaç biologjik me ndikim dhe efekt të drejtë për drejtë në ndryshimet tona gjenetike. Përshëndet edhe një herë Altin. Përshëndet. Ç'mund më thuash për këtë studim të fundit mbi lakrën dhe do të flasim pastaj edhe për benefitet e konsumimit të saj. Jo më kot gjyqet tona e shtypnin lakrën dhe kanë përdorur edhe për dhimbjen e hëntjeve, të gjunjëve, të shpinës së lodhur, madje i kanë shtruar edhe në shtrat për t'i qëndruar, apo për dhimbjet e gjoksit, sepse lakra, sipas tani edhe studimit, ka një mekanizëm biologjik aq të sofistikuar, sa nuk është menduar ndoshta më parë, sa mund të rivalizojë me terapitë moderne që ne kemi. Dhe studimi që është bërë tek farmakologji në vitin 2022, pra nuk është studim i ri, por po e thoni se ndoshta tani është parë si nga të tjerë që është përhapur, kanë parë ose shkencëtarët kanë zbuluar se lakra nuk është thjesht një grumull vitaminash, antioksidantësh dhe elementësh të tjerë. Brenda saj fshihen disa mikro-RNA bimore, të cilat janë molekula të vogla gjenetike. Këto RNA janë copa të vogla të RNA-s, të cilat fikin si një pult i televizorit, fikin dhe ndezin të gjithë gjenet tona. Surpriza që është parë te kjo, është parë që ne kemi një, mund të themi, kemi një sensor, ose mund të kemi një protein, ne kemi në trupin tonë një protein, e cila ndez gjithë proceset inflamatore në trupin tonë, që quhet ceramidin. Në momentin që ne kemi futur, patjetër ky proces dëmton gjithë qelizat tona, përkeson inflamacionin edhe në aspektin e dhimbjeve, po edhe në aspektin e brendshëm, dhe kur këto mikro-RNA bimore futen në qelizat tona, pra ne kur i konsumojmë, sidomos kur konsumojmë, fillon dhe gjithë ky proces i kësaj të proteine fiket. Kështu që çfarë ndodh? Duke u fikur, gjendet hapësira që të krijohet një qetësi në qelizën tonë. Dhe fillojnë që sistemi inflamator të fillojnë të ulet, madje edhe sistemi autoimun të ndalojë. Dhe pra problemet në sistemin autoimun ose sëmundjet. Dhe fillon kështu rigjenerimi i trupit tonë apo i qelizës. Pra, këtë ka një nga efektet më të mirë biologjike të drejtë për drejtë në nivelin gjenetik lakra. Gjyshrit ta nuk i dinin këto studime, por e përdorni lakrën për të qetësuar. Gjyshrit të parë ta nuk i dinin këto studime dhe e përdorni lakrën për dhimbjet e gjunjëve për shembull. Nga përvoja, ata nuk e dinin se si funksiononte as hudhra për hipertensionin. As specifikant, nuk e din, po shikojmë studimet e fundit për hudhrën, që është nga studim, është nga mund të themi produktet më të bërë në studime, ose janë bërë studime më të mëdha ndoshta për të sa për shumë të tjera, do shikojmë disa gjëra të veçanta që të parët tanë duke sikur i kanë ditur. Mi rezervoj për të mërkurën tjetër. Është eksperiencë. Tani, po ta shikojmë nga aspekti i mjekësisë moderne, ose farmakologjisë, ne mund të themi se ky studim e ngre lakrën në nivelin e ilaçeve biologjike, që zakonisht kushtoj mijëra euro, dhe ky studim, mos harrojmë gjë, që përveç modulimit të gjeneve dhe të sistemit imunitar, ky studim është porositur nga një nga kompanitë më të fuqishme farmaceutike, nuk është bërë rastësisht. Sepse nëpërmjet lëngut të lakrës ose esencave që do marrin nga lakra, duke krijuar disa elementë kimikal të futura në laborator, kjo kompani mendon që të krijojë disa ilaçe antiinflamatore të suksesshme kundër disa sëmundjeve të rënda. Por ne kemi tek lakra në mënyrë normale. Pra kemi në ana tjetër që të kuptojmë pse lakra është kaq e mirë, mos harrojmë që lakra rregullon nivelin e tensionit të gjakut dhe bën dhe ekuilibrimin e lëngjeve dhe po ashtu rregullon problemet qoftë në aspektin e mushkërisë, qoftë në aspektin nervor. Ka nivele të mira të kaliumit, të kalciumit, që është shumë i mirë për shëndetin e kockave, për shëndetin e dhëmbëve, për kontraktimet muskulare ose lëvizjet e syrit të muskujve, të mpicjes së gjakut, që është shumë e mirë. Ka dhe nivele të fosforit që e bën kockën akoma më të fuqishme. Por midis tjerave që të prodhojë edhe në nivelin e mitokondrive, të prodhojë një energji më të lartë për nivelin tonë qelizor. Për nivelin tonë qelizor. Kështu që nga aspekti tjetër ka nivele të hepurit, ka nivele të manganit, ka nivele të zinkut, që është shumë e mirë për nivelin e sistemit imunitar, është për lëkurën, për hormonet. Nga ana tjetër ka nivele të bakrit, që formojnë qelizat e kuqe në palsën tonë që shtyllës kurizore, dhe është shumë esencial për
për problemet e trurit, sistemit mendor dhe po ashtu për imunitetin. Ka nivele të selenit, që është një antioksidus shfuqishëm, që është shumë i mirë për shëndetin e tiroideve dhe për gjithë sistemin endokrin dhe sistemin imunitar. Nga ana tjetër ka nivele të qarta të natriumit aq sa duan. Është shumë e çuditshme se jo ky studim, por dhe studim tjetër që është bërë në 2014 pa që niveli i natriumit në lakër bënte balancimin e gjithë lëngjeve dhe të presionit gjakut në sasinë që ishte. Nga ana tjetër mban dhe sasi minimale edhe të jodit. Por ka vitaminën C, ka vitaminën K1, ka vitaminën B6, pra gjithë kompleksin e vitaminave B2, B3, B6, B9, pra acidit folik. Ka vitaminën U, e cila është një nga vitaminat kryesore antiulceroze, që mos e harrojmë këtë. Ka nivelet shumë të mira të antocianinave, sidomos lakra e kuqe që është 7 herë më e fuqishme se lakra e bardhë. Ka cianid, e cila është ajo kuqa në ngjyrë vjollës, ose ka delfininid, e cila është bluja në vjollës, ka malvidin, e cila është ajo ngjyra e purpur tek lakra, kemi petunidinën, që është ajo ngjyra blu-vjollës në momentin kur ne kemi grirë lakrën dhe ka kaluar, se ajo kalon në disa faza këto antocianina, të cilat janë komponime që ja kalojnë ilaçeve të tjera, pra janë ilaçe natyrale kundër problemeve tumoriale, neutralizojnë radikalet e lira, nivelin e stresit oksidativ, ndihmojnë në mbrojtjen e qelizën dhe mosdëmtimin e tyre. Kështu që tek lakra midis të tjerave, mos harrojmë që është gjetur një element që quhet sinigrina. Është një lëndë antikancerogjene shumë e fuqishme, e cila është futur në disa nga preparatet e fundit të problemeve tumoriale. Sidomos të kancerit të zorës, të prostatës, të fshikëzës dhe sidomos të kancerit të gjirit. Nga ana tjetër ne dim shumë mirë që lakra, duke pasur disa nga këto nivele të polifenoleve apo dhe nivelin e sanigrinës, por edhe të vitaminës U, edhe elementet e mineral, lufton nivelin e helikobakterit. Qetëson nervat. Më parë është përdorur edhe në Romën e lashtë, është përdorur për nivelin e qetësimit nervor. Qetësim përveç të kyçeve, përveç pastrimit të zorëve, përveç qetësimit të migrenës, sidomos lëngu i saj, rigjeneruesi i lëkureve dhe indeve. Pra, lakra është një element shumë determinant dhe jo më kot një naturopat gjerman pa që për 19 vite familje ti nuk u sëmund nga asnjë lloj sëmundje, vetëm nga konsumimi i lartë i lakrës së fermentuar dhe i lëngut të lakrës që konsumonte. Bashkë me karotën, po baza ishte lakra. E kishte të përditshme në dietën e tij familjare. Të mendosh që është edhe një perime shumë e lirë Altin në treg, ë? Duke ditur gjithë këto vlera, duhet të ishte çmimi shumë i lartë i kësaj perime. Shumë e lirë, sidomos për rastin e gripeve, të ftofjeve në këtë rast, për forcimin e sistemit imunitar. E përzier me uthullën, e përzier me mjaltin, e përzier me xhinxhin, e përzier me rozmarinën, ose me karotën. Duke u lënë disa ditë, mund të përdor 2-3 ditë nga një fixhan kafe që mund të konsumohet, është ndoshta një nga probiotikët më të fuqishëm për problemet e zorës, rritjen e nivelit të sistemit imunitar. Aty fillojnë problemet e ftohtë të sistemit imunitar që lidhet me zorën, jo te ilaçet që ne mund të përdorim paracetamolit analgenik të tjerë. Mos harrojmë dhe një gjë tjetër, që është e pasur shumë me nivele të glukozinolateve, të cilat janë komponent që ndalojnë aktivitetin inflamator në trupin tonë. Pra e ndalojnë në këtë moment. Dhe vitamina K ne e dim shumë që është një modulus dhe mbrojtës i emës të gjakut dhe po ashtu ndihmon edhe pastaj në problemet e tjera të ftofjes apo elemente të tjera. Në përdorimet e tyre është e mira që të përdoret sepse lakra po ta vini re kur e përdorni tek kyçe, tek hëntjet, tek gjunjët, po. Është e ftohtë. Në momentin që është e ftohtë, është vetë perimja e ftohtë, bën që vetë niveli i enëve të gjakut të ulet se fillon dhe reduktohet. Atëre, nga ana tjetër, duke pasur nivele të larta të ujit, nivele të larta të këtyre mineraleve, duke u vendosur mbi lëkurë dhe vitaminës U, por dhe elementeve që ndikojnë në aspektin e atyre studimit që ne pa më parë, atëre ndikojnë direkt në mënyrën kimike tek problemet e dëmtimit, të problemet e kyçeve, të hëntjet, të problemet e dhimbjeve të gjoksit që ne mund ta vendosim, apo praninë e kisteve apo shtrëngimeve të tjera. Prandaj thash që ta konsiderojmë si një perime që ta përdorim si një ilaç mbi të gjitha në kuzhinën tonë, jo për të plotësuar vetëm vakte, dhe sigurisht që edhe në gjellë, edhe në byrek, edhe e fermentuar, edhe sallat, që të marrim të gjitha këto vlera që ju përmendët. Sallata më mirë është sallat karotë, lakër e bardhë, lakër e kuqe, karotë e grirë, repa të kuq, rigon, majdanos, kopër, mente, uthull, vaj ulliri. Kjo është sallata më mirë. Kombinimi i jashtëzakonshëm që duhet konsumuar pak për ditë.
Po, siç kemi folur dhe për sinergjinë, që kur elementët janë në sinergji me njëra tjetrën, përthithja e elementëve të tyre është maksimale. Faleminderit Altin për gjitha këshillat që ndam sot me publikun tonë. Uroj ditë të mbar. Ishim me Altin Jokë, ndam mitet, ndam studimin për zorën edhe lidhjen me trurin, gjithashtu studimin e fundit për lakrën si një ilaç biologjik. Bisedën e plotë dhe të ndarë për secilën nga tema do ta gjeni në kanalin tonë në YouTube Rrezet Dielli. Kalofshi ditë të bukur, shihemi nesër.